pak nuk është daj që frikshëm, sidomos për oligarkin që lidhet me kryeministrin Rama. Ky raport krijon pasuri dhe pushtet, por edhe siguri. E si mos të ndihet i garantuar gëzimi vëllai i ministrit të jashtëm Ferit Hoxha. Ambasadori bëhet ministër i fuqishëm, vëllai mbush arkën me tenderat. Gëzim Hoxha po hetohet nga SPAK për njëra nga kompanitë që rezulton e lidhur me grupin kriminal të Akshit. Nga ana tjetër, Hoxha vazhdon kort tendera me një tjetër firmë. Në këtë rrjedh, korrupsioni orientohet dhe kryetari i KQZ-s Ilirian Celibashi. Komisioni i ngritur prej tij favorizon haptasi vëllain e ministrit Hoxha të marrë paratë e mirëmbajtjes së rrjetit të KQZ-s. Manipulimi i vlerësimit të ofertave është kaq i trashë sa dhe Komisioni i Prokurorimit Publik detyrohet ta bllokojë tenderin. Jemi duke raportuar prokurorimin e KQZ-s me objekt mirëmbajtje moduleve ekzistuese të KQZ-s me fond limit 430 milion lek pa TVSH. Tenderi është regjistruar zyrtarisht në qershor 2025, por procedurat janë sërzjatur. Shkak janë bërë denoncimet e pjesëmarrësve që kanë refuzuar ta pranojnë rezultatin me fitues të paracaktuar. Ja çfarë ka ndodhur. Në ndrysninë e porosisë shpallet fituese oferta më e shtrenjtë. Kështu operatori ekonomik Instant.al SHPK ka ofertë me vlerë 33.7 milion lek të reja pa TVSH. Në këtë nivel është dhe kompania Evolve Web Studio SHPK me vlerën 33 milion lek. Ndërsa Intelsoft SHPK që udhëheqi bashkim operatorësh propozoi ta bëjë mirëmbajtjen me 40.8 milion lek pa TVSH. Një fakt tjetër që tregon fiktivitetin e tenderit është pjesëmarrja e një operatori me ofertë 0 lek. Megjithse oferta e Gëzim Hoxhës është mbi 70 milion lek më e lartë, Ilirian Celibashi e ka mbyllur pazarin në favor të vllait të ministrit. Denoncimi i parë për tenderin është bërë nga Instant.al SHPK. Jemi njohur me rezultatin e vlerësimit të procedurës më datë 11 tetor 2025, ora 10:45 ditën e shtunë, e cila është pushim zyrtar për administratën njofton kompania. Në bazë të ligjit, çdo veprim që lidhet me vlerësimin e ofertave, shkrutimin e dokumentave apo publikimin e vendimeve duhet të kryhet vetëm në një ditë pune zyrtare. Kryerja e vlerësimit në ditë pushimi përbën shkelje që sjell pavlefshmërinë absolute të veprimit administrativ. Ky veprim bie ndesh me parimin e barazisë në garë dhe cënon të drejtën tonë ligjore për mbrojtje dhe transparencë gjatë procedurës, denonson kompania. Po ashtu ankesë ka dhe pushtimin e kritereve sipas saj të palishme. Denoncimi i dytë është bërë më 28 tetor 2025 nga kompania Evolve Web Studio SHPK, e cila kërkon shfuqizimin e vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave për skualifikim. Më 15 janar 2026 është bërë ankesa e dytë e kësaj kompanie, e cila ka vënë në lëvizje KPP-n. Evolve Web Studio kërkon shfuqizimin e vendimit të komisionit të vlerësimit të ofertave lidhur me vlerësimin me pikë të propozimeve teknike dhe ekonomike të paraqitura nga ky operator. Kërkojmë që KPP të realizojë korrigjimin e tabelës përfundimtare të vlerësimit dhe pikëzimit, përpasojë ndryshimin e klasifikimit përfundimtar të operatorëve ekonomik në përputhje me ofertën ekonomikisht më të favorshme bazuar në kosto, tekstohet në denoncimin e kompanisë. Ajo që ka ndodhur në komisionin e Celibashit është praktike rëndomt manipulimi, por këtë radhë ka dalë me dritë nga denoncimi. Më 10 shkurt 2026, KPP, pasi pranoi ankesën e kompanisë, urdhëroi KQZ-n të bëjë rivlerësimin e ofertave të pjesëmarrësve. Më datë 6 mars 2026, KQZ mashtron KPP-n me një shkresë ku informon se tashmë kishte kryer rivlerësimin e ofertave. Nga verifikimi në sistemin e prokurorimeve elektronike, KPP konstatoi se Komisioni i Vlerësimit të Ofertave i KQZ-s përbëhej nga 3 anëtar, konkretisht zonja Daniela Ali Mehmeti, zoti Redion Lila dhe zonja Fationa Sulaj, të cilët kanë rivlerësuar me pikë si kompanitë. Ndërkohë konstatohet se ofertat janë rivlerësuar dhe nga një person tjetër pranë KQZ-s me username Gjonax Josifi, cila nuk është antare e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave. Ajo ka rivlerësuar me 0 pikë çmimin e ofertave dhe propozime teknike të Instant.al SHPK dhe firmës Evolve Web Studio SHPK, ndërsa oferta e Intelsoft SHPK and Wow Digital SHPK është rivlerësuar me pikët maksimale për 5 kriteret e përzgjedhjes. I gjenur përpara këtij skandali të hapur të Komisionit të Celibashit, KPP vendosi më 10 mars 2026 të bllokojë tenderin. Kjo nuk është hera e parë që Celibashi mbush me lek arkën e vllait të ministrit. Më 22 prill të 2025-s, Celibashi e ka ftuar Gëzim Hoxhën, pronarjen e kompanisë Intelsoft SHPK, në një tender sekret. Të quhet ndryshe me procedurë me negocim pa shpallje paraprake të njoftimit të kontratës. Bëhet fjalë për tenderin shërbimi i sistemit të regjistrimit dhe shpërndarje e votave sipas kutive përkatëse pas mërritjes në Tiranë deri në momentin e fillimit të numërimit. Tenderi ka nisur me fond limit 22.997.000 lek
pa TVSH. Vlera totale përfundimtare e kontratës është fiksuar me shifrën 252 milion lek me TVSH. Celibashi nuk kishte asnjë nevojë ekstreme sepse ka pasur kohën e nevojshme që ia jep kushtetuta, dekreti i presidentit për datën e zgjedhjeve dhe ligji i kuvendit për buxhetin e vitit 2025. E vetmja nevojë ekstreme në këtë rast mund të jetë korrupsioni me paratë e buxhetit të KQZ-s. Më herët, në prill të 2023-shit, kompania e Gëzim Hoxhës, megjithëse kishte ofertë më të lartë se konkurrentët, u shpall fituese në tenderin me objekt modulet për modernizimin e shërbimeve të KQZ-s. Janë 900 milion lek të përfituara pa të drejtë, ndërsa kompania tjetër bëri ofertë 220 milion lek më pak. Lidhjet korruptive do të dilnin në publik. Ish-zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj deklaroi në një intervistë televizive se Armand Franku, baxhanaku i Edi Ramës, sheh interesat monetare nëpërmjet tenderave që fitohen nga kompanitë First e të tjera. Shoqëria First është në pronësi të Gëzim Hoxhës, ku emri 46 vjeçarit Gëzim Hoxha lidhet me një kartel kompanish e përfitimi 10 miliona euro para publike përmes tenderave kryesisht sekret. Hoxha qëndron pas kompanive First, Intelsoft, First Rent Car, Accor International Security, BNT Signal Traffic Solution e të tjera. Firma First e Gëzim Hoxhës rezulton kliente në tendera sekret të Autoritetit Kombëtar të Certifikimit Elektronik dhe Sigurisë Kibernetike me në krye Igli Tafën dhe të Akshit e drejtuar nga Mirlinda Kaçanaj. Gjatë 5 viteve të fundit, kompania First ka marrë përmes tenderave sekret nga këto dy institucione rreth 30 milionë euro. Për këto, Gëzim Hoxha është nën akuzë dhe me mas sigurie nga prokuroria e posaçme si pjesë e grupit kriminal të Akshit. Ndaj tij, GKK ka marrë masën e sigurisë ndalimi daljes jashtë shtetit. Në dosje citohet se Mirlinda Kaçanaj, drejtoresha e Akshit, e cila po hetohet me masën e sigurisë arrest shtëpie, ka vendosur kriteret të palishme te procedurat e prokurorimit që favorizonin dhe u krijonin privilegje të padrejta për disa operatorë ekonomik, për të cilët edhe First. Gëzim Hoxha ka rol aktiv në pjesëmarrjen dhe përfitimin e palishëm të procedurave të prokurorimit, të cilat diktohen nga shtetasit e sipërpërmendur. Ai ka akredituar shuma të konsiderueshme tek shoqëria AI Solution, thuhet në dosje. Dosja në Akshi detajohet edhe dëshmia e vet biznesmenit Gëzim Hoxha, i cili ka deklaruar se firmën e ka prej 2008-s, ndërkohë që është fokusuar te siguria kibernetike. Në dëshmi ai ka pranuar indirekt se ka paguar një shumë prej 600.000 euro si ryshet. Ndërkohë ka bërë dhe fatura të tjera me dy biznesmenët kryesor të shpallur në kërkim. Dëshmia e tij kryesore ka qenë për një supertender sekret, i cili nuk dihet ende sot e kësaj dite se çfarë është bërë. Kemi patur dhe një bashkëpunim tjetër për shkak se vitin e kaluar, ndoshta në muajin tetor të vitit 2024, ne kemi fituar një procedurë tjetër prokurorimi me Akshin me një vlerë të lartë prej rreth 60 milionë euro. Ky tender është sekret dhe aty kemi nënkontraktuar disa shërbime, shoqërinë AI Solution, të cilat kanë një vlerë prej rreth 60 milion lekësh të reja, ka pohuar Hoxha. Ndërkohë, një tjetër lidhje Gëzim Hoxhës me Ermal Beshirin dhe të tjerë oligark del tek afera Durana, me kompani guask dhe fiktive duke regjistruar në Xhav Zotaj. Durana është një park i ngritur nga Elira Kokona, drejtore e korporatës së investimeve shqiptare. Pa ndërtuar asnjë godin, Kokona zhvendosi në atë adresë rreth 50 firma me pronar emra të njohur, disa prej të cilëve me dosje në SPAC. Në këtë skem, Gëzim Hoxha hapi kompaninë Cybermind Labs, ai e regjistroi një QKB në muajin nëntor të vitit 2025. Adresa e kompanisë sipas dokumenteve është në Shijak, Durana Tech Park, rruga Ahmet Zogu, njësia administrative Xhav Zotaj. Në të njëjtën kohë, në nëntor të 2025-s, Gëzim Hoxha hapi një tjetër kompani guask apo fiktive me adresë në Xhav Zotaj, duke i quajtur Box Artificial Logic. Pra, nga njëra anë Gëzim Hoxha jep llogarinë në SPAC për vjedhjet me kompaninë First, nga ana tjetër ky vazhdon me Intelsoft të përfitojë tendera nga miqtë e vllajt.